Dje rreth orës 18:30 policë të Tetovës me urdhër të gjykatës së Tetovës kanë privuar nga liria 52 vjeçarin AI nga fshati Gjepçisht. Ndaj tij është shqyrtuar dënimi me burg prej 3 vitesh për vepër penale, armbajtje dhe tregti me armë zjarri apo mjete tjera shpërthyese. Pas arrestimit, ai është dërguar për vuajtje të dënimit në burgun e Tetovës, bën të ditur Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme Tetov. 2 persona nga Reqica e vogël kanë marrë lëndime në kokë dhe trup që ua kanë shkaktuar 3 persona gjysmë ore pas mesnate. Sipas të lënduarve, ishën 19 vjeçar dhe OB 18 vjeçar nga Reqica e vogël, rreth orës 1 pas mesnate përderisa kanë qenë duke ecur në rrugën JNA në Tetov, pa shkak verbalisht janë sulmuar dhe më pas edhe fizikisht nga 4 persona të moshave 18 dhe 21 vjeç. Në rrahje, sulmuesit kanë shfrytzuar edhe shishe qelqi dhe karige metali, ku 2 personave të sulmuar u kanë shkaktuar lëndime të dukshme në kokë dhe trup. Menjëherë ata janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës mjekësore janë lëshuar për kurim shtëpiak. 4 sulmuesit pas zënkës kanë ikur, ndërsa policia në koordinim me prokurorin publik kanë marrë masa për gjetjen dhe sanksionimin e tyre, ndërsa tashmë kanë informacione për identitetin e tyre, njofton policia e Tetovës.